E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të komentuar ngjarjet edhe dinamikat më të fundit që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Publiku në fakt është si në ajër, të gjithë asocojnë pyetje rreth Gimbo dhe Selin. Ju dini shumë bukur që Selina ka patur një afrimitet jashtëzakonisht të madh me Mirin, një afrimitet që siç duket u vu në vit të kuqe dhe sonte do të diskutohet brenda shtëpisë së Big Brotherit. Por pyetja tjetër është kjo: çfarë po ndodh mes saj edhe mes Gimbos? Gimbo me shumë krenari, Brikena me shumë krenari, doli nga shtëpia Big Brotherit në prajmin e kaluar dhe tha që Selina dhe Gimbo janë puthur me njëri tjetrin. Do me thënë, kanë ndarë puthjen e parë, kanë dhënë puthjen e parë. Unë mendoj që po të ishte në dhomën e rrëfimit Selin, ndoshta do tregonte sekretet se çfarë ka ndarë me Gimbon dhe ajo do të kishte dalur, por një gjë e tillë siç duket nuk ka ndodhur, por kanë dashur që të provokojnë banorët. Tani, Gimbo është një banor shumë interesant, i cili mundohet që t'i afrohet Selinës dhe ta fiton dashurinë e saj dhe siç duket, me qëtësinë që Gimbon e karakterizon, ka arritur që të fiton dashurinë e Selinës, ka arritur që të fiton atë vëmendjen e Selinës, që në një marrëdhënie mendoj unë, vëmendja është shumë e rëndësishme. Nuk ma merr mendja, do të thënë duke analizuar lëvizjet që kanë bërë, kanë patur pak largësi këto ditët e fundit, sepse Selina ka qenë jashtëzakonisht e ngarkuar nga Miri ka bërë shumë presione, le të themi ka bërë një farë lloj kërcënimi brenda në shtëpinë e Big Brotherit për lojën e saj së bashku me Rogertin. Unë personalisht nuk e kam parë Selin shumë afër me Gimbon. Tani, në qoftë se për shembull Selina do ta kishte ndjer veten jashtëzakonisht të rrezikuar brenda asaj shtëpie, jam i bindur që një përqafim apo një puthje të ngrohtë edhe mund t'ja kishte dhënë Gimbos dhe mund të kishin nisur të dy një histori. Mendoj se janë një çift që ngjasojnë shumë me njëri tjetrin. Do me thënë, të dy kanë botën lozonjare, të dy kanë botën e atij fëmijës të lumtur që në fakt jeton çdo moment të bukur dhe ëndërron që të jetë happy, dhe Gimbo po ja fal në fakt të kënaqësinë. Unë mendoj që Gimbo ka ardhur në shtëpi ashtu siç edhe Selina e tha në momentin kur ajo ishte tepër e ngarkuar. Edhe pse ne të gjithë mendonim që Miri po ja qetëson shpirtin, por s'kishte qenë ashtu. Do me thënë, kishte qenë e ngarkuar dhe Miri nuk ja kishte qetësuar shpirtin, por që ka një lloj pëlqimi tek ato të di, që ka një lloj kimie tek ato të dy, që është një kimi shumë e afërt shpirtërore, këtë nuk e diskutoj fare dhe jam shumë i bindur që këto po të dy, do me thënë, mund të jenë çifti që do t'i thonë po njëri tjetrit brenda shtëpisë në Big Brother.